Miq, ditën e sotme syt dhe gjithë vëmendja është në kryesinë e kuvendit, nëse Partia Socialiste do të vendosë që t'i japë të drejtë autorizim SPAK-ut për masën e arrestit për Belinda Ballukun. Mbledhja e Këshillit vazhdon, ka nisur me debate, pasi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar që të jetë e hapur. Por vendimi është marrë që kjo mbledhje të vazhdojë me dyert mbyllura në pritje të vendimit. Për të çështje dhe të tjerat do të flasim me avokatin Gjusen Zhdima, drejtuesi i fraksionit e Reforma Reale, miku i emisionit tonë. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për Faleminderit ju. Avokat, a mendoni që sot do ketë një vendim për Ballukun? Sot është një ditë e veçantë sepse për herë të parë Partia Socialiste dhe zoti Rama, por edhe pjesa e deputetëve të Partisë Socialiste njihen me vendimin e tyre për herë të parë që nuk lëshojnë askënd përpara drejtësisë së tyre, të cilën e kishin të reformuar pas 2016-s, por e kishin të dhënë tek zoti Dumani 2022-2025, dhe në fund fare sot shikojmë që Partia Socialiste nuk ka koherencë fare me ato çfarë kishte thënë më përpara qytetarëve shqiptar. Sot këtu e 2 muaj ju shikoni një teatr, një komedi, një film të stisur, të organizuar nga vetë Partia Socialiste, jo sepse ka frikë nga reforma e saj apo nga drejtësia e saj, por pikërisht sepse duhet të tregohet tek persona të tjerë, të cilët nuk janë ende ministra, që zoti Rama do ju shpëtojë në çdo moment, sepse nga 2022 deri në 2025 ju lëshova të gjithë në për gjykata dhe në për prokuroria. Pra, mesazhi që zoti Rama kërkon të përcjell tek njerëzit e tjerë, çfarë është? Që unë po ju mbroj. Pse po e them këtë gjë? Sepse dua ta shikoni me shumë kujdes dhe do një vëmendje maksimale. E mbani mend ju kur SPAK-u arrestonte vazhdimisht antar të komisioneve të prokurimeve publike? Partia Socialiste që është në pushtet, në ministri me zor gjej një person që të vendosë edhe një firmë. Pse? Sepse e din gjithë shumë mirë që diçka nuk shkon mirë tek tenderimet. Por për shkak se kjo gjë është imponuar dhe është impaktuar edhe në ministra, pra në Këshillin e Ministrave, zoti Rama bën një lojë të bukur. Çfarë? Bën sikur po e mbron në mënyrë të vazhdueshme dhe aq sa ka mundësi zonjën Balluku me procedurë, e mbron deri në fund që nesër kur të marrin telefon thotë Dylber, hajde për ministër, ti thua, unë do shkoj për ministër se ai kur luftoi SPAK-un për Ballukun, nuk ta bëj për mua, që në fund fare e honë karamelen për sapun apo djathi për karamele. Mos them në fjalë tjetër dhe ofendojnë njerëzit kot. Se nuk e kanë për njerëz, ka për ata të cilët mendojnë se Rama nuk i shet dhe Rama ndërkohë i palosi çon te partia dhe te SPAK-u. Pra, thënë shumë qartë, loja që Rama po luan është loja e zakonshme. Edhe unë të merte, do thoya, ore, ky e paska të vërtet. Por jo, nuk është kështu. Sepse në pamje të parë duket sikur po mbron veten e tij. Jo se nuk e bën, se çdo njeri mund të mbrojë veten e tij. Por në pamje të dytë tregohet qartësi që Rama përpiqet të tregojë tek njerëzit e tjerë që shiko, unë do ju mbroj deri në fund. Pse? Nga 2016 e deri në 2025 lëshova, morën ata porosit, po tani te i kaluan porosin Republika e Prokurorëve dhe erdhi momenti t'i kujtojmë që jemi republikë parlamentare. Prandaj po ju them, nuk ka rëndësi fare a e shqyrton kërkesën e SPAK-ut, a del në vendimarrje sot komisioni për të dalë me raport, a shkon në seancë plenare, 0-0-0. Çfarë? Mesazhi. Pra, Rama tregoi që nga 2025 në vazhdim ju mbështes. Pse? Sepse nuk kishte më kë ministra të vendoste. Sepse të gjithë thoshë, s'ka në ministër, nuk ka. Nuk pse të futem, e kupton. Dikush do thotë, ore, kush është ai budalla që nuk shkon? Por ka njerëz që duan veten dhe thënë, ore,
bëj mu statistikë, më mirë rrje dhe bëj statistikën të familja ime se sa të rritë bëj statistikën në burg, për hallet e tjetër. Ka edhe nga ata që pranojnë me kënaqësi, edhe nga opozita që kalojnë kampin. Po, dëgjoj, avokat, ju keni qenë korrekt. Ai që thua ti ka kaluar për arsye të tjera, nuk është momenti të flas. Na hape një temë tjetër. Unë nuk do ta harroj për ta folur. Avokat, ju jeni korrekt në qëndrimin tuaj në 3 vitet e fundit që ne kemi folur. Por megjithatë unë besoj që drejtësia është e pavarur, avokat. Tani sot ajo që ndodh atje është e vërtet. Pra unë kam mendimin tim, e respektoj atë tuaj. Unë mendoj që sot ata mund dalin në një vendim. Ata le të dalin me vendim. Po nuk ka pik lidhje me vendimi. Pse? Mesazhi është dhënë. Pra Rama bën maksimumin, po në fund fare ligji triumfon, sepse Rama nuk është mbi ligj. Po Rama nuk prekej. Pra, Rama bën mbrojtje, kur ndërkohë thoshte Partia Socialiste nuk bën avokatin e askujt, përgjegjësia është individuale, jo partjake. Më kupton, pra i thoshte këto ai. Edhe Ameta i ku Aratis, Velia u fut në burg, Beqa u fut në burg për politikat e Edi Ramës, pra ti jemi realist, Beqa edhe sikur të kishte bërë diçka të palishme, përsëri ka qenë në mbikëqyrjen e kryeministrit. Pra do të thotë, nuk mund të ketë faj vetëm njëri. Ju po thonë që u fut brenda për fondet e Bashkimit Evropian, jo për sterilizim. Jo pak të lehet Bashkimit Evropian tani, sepse se din Rama çfarë bëhet atje te komisioni i tenderimeve tani. Dgjoj pak të them diçka. Nuk ka mundësi që në një bashkëpunim të ketë vetëm një anë të ketë faj. Mirë, në një bashkëpunim flas, bashkëpunim. Do të kenë të dyja. Pse? Sepse njëri nuk veproi që të denonconte, dhe tjetri veproi duke bërë korrupsion. Pra ke përgjegjësinë të dy palët, ke një përgjegjësi. Kur flasim tek bashkëpunimi dhe të marrëveshja, pra unë ty të vendos në një institucion. Tani nuk ka mundësi zotëri që tek ky institucion, nga ky institucion të më dalin të gjithë që kanë hajdut. O unë nuk jap drejtimin e dur dhe i them o çuna virni sa t'ju haje shpirti. Mirë. O unë jam i paft se nuk ka mundësi që Beqaj, Hametaj, Baruku, prit një sekond, Tahiri, Veliaj, por të gjithë këta që kanë bërë, pra këta të gjithë e dashkan politikën për të qenur hajdut, nuk mund ta perceptoj dot. Avokat, po çfarë ke ti tani se asistentët e tu mund gabojnë? Po të marr një shembull, nuk e di. Jo më rjo, faj ke ti sepse po nuk e kapet parin, kapet dytë ti çfarë punë bën aty ku nuk di të ruash balancat dhe ku nuk di të kuptosh, sepse ke parasysh diçka. Në çdo vend të punës, a ka spiun? Pa ndales. Pra, ti më thua që te Këshilli i Ministrave dhe te ajo godina aty, Rama nuk ka spiun? Avokat, e di kush janë spionat janë ata që duken të mirë shefit, a kupton? Po dëgjoj pak mua. Dua thjesht ta analizojmë. Ju qytetar punoni në kompani private. Se dini ju që i rreth jush ka spiune dhe ju spionojnë? S'pa maske. Po në shtet nuk ka spiuna që njëri do të kafshoj tjetrin e të marrë dhe ta fusë edhe në burg, po ka mundësi? Ka. Mund maj kryeministri. Spiunat e Këshillit të Ministrave te godina, tani po tallemi tani bash tani. Ktu del të lagje edhe dikush jep sinjalin. Avokat, po nuk mund maj kryeministri për çdo drejtor. Ore, nuk flas për çdo drejtor. Të paktën te godina e kryeministrisë, Rama do të kishte sinjalizues, mos i themi spion që i ngel edhe anëtër pastaj. Po e keni bërë, e keni për vete, jo për mua. Por puna është kjo. Ti flasim qytetar, ti themi të vërtetën, është zotëri. Ti shko tek fura e di pothuajse lagjo ku e vajtur. Ti shko nga hyrja e punës ku punon, ti sapo ti jesh futesh në nalt, roja e ka thonë ka sinjalizuar çfarë e futur në punë. Ç'a quhet kjo? Nuk quhet spionim, apo quhet sinjalizim me gjuhën juridike, ose quhet informacion të dhënë pa kërkesë. Bilfyrës sipas ligjit. Avokat, dëgjoj. Pak ditë më parë kryeministri, me që ju risollo tani, tha që ka pas kontrolle ditën e vitit të ri, duke shkaktuar terror te njerëzit.
Për dosjen e Ballukut e kishe fjalë. Më dëgjon avokat? Po çfarë kontrolle ka ushtruar? Ja, më lër të mbaroj. Ka pasur kontroll, tani puna është këtu, unë do ta lidh kontrollin e asaj dite me mbledhjen sot. Mundet që sot Spakut paraqes në provë të re përballë Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit, nga ajo që mund të ketë dalë nga kontrollet atëherë për të përforcuar kërkesën e tyre për masën e arrestit për të marrë autorizimin. Dhe e dyta, avokat, tani populli ka kuriozitet çka ka tek USB-ja, se si ka mundsi e vetmja gjë që nuk ka dalë është çka ka brenda asaj USB-je. Si ka mundsi avokat? Ata thash më përpara, po ti s'më beson mua. Jo, unë të besoj. Ata thash që ishte lojë e bukur që mos hapnin. Pra, ti imagjinon sot, atë të Veliajt, pra masën e sigurisë gjithë me çdo gjë e kanë në qarkullim. Të Berishës çdo gjë në qarkullim, të Metës çdo gjë në qarkullim. Ty nuk të çudit që kjo e Belindës nuk që e kanë në qarkullim? Edhe demokratët e kanë ruajtur sekretin hetimor këtu avokat, apo jo? Po jo, nuk ka lidhje demokratë, më ka lidhje Spaku e ka përcjellë dhe këse Spaku do ta kishte përcjellë, se të gjitha këto po nuk doli nga Spaku, nuk ka se si ta marrësh. Spaku e çon kuvent. Antarët e Këshillit e kanë. Jo, Spaku e ka çuar fillimisht tek mediat e partisë. Mediat e partisë kanë bërë lajmin e fundit, e kanë bërë ashtu si kanë dashur, dhe në fund fare kur e pan që nga e pandeur filluan masa më ekstreme, filluan edhe mediat e partisë, zoti Balla, edhe na thonin që drejtësia duhet jetë e pavarur, prokurorët nuk mund të jenë shërbëtor të regjimit, pra nuk mund ta marrim a priori, edhe ata njerëz janë gabojnë. Po jo më zoti Balla, nuk kemi mundësi të gabojmë kaq shumë më rinderuar. Avokat, po drejtohesh zyrtarisht sot, nuk e di, se ne bisedat nuk e di, kam probleme me tuaj sot zyrtarisht, nuk e di zoti Balla. Bisedat e kemi pas miqësore, prandaj nuk e di. Di, nisa kështu, por njëherë duhet të arrisim pak stegën, sepse besoj se ndonjë pyetje do më bësh pastaj pas kësaj, për shembull, çfarë do bëhet pas mandatit, pastaj do më thuash a pyetet dikush apo jo tek Spaku. Po, avokat, ne kemi pas sipas njoftimeve zgjerim të hetimeve edhe tek pasuria. Po. E vërtet zoti Balla, e vërtet, është shumë e vërtet. Sot është thirrur në Spak para dite edhe gazetari Sokol Balla që është divorcuar nga zonja Kryemalli. Nuk dihet për çfarë, po zoti Dylber Balla është i njëjti prokuror që po heton dosin që ka thirrur dhe zoti Dylber Balla. Dua të ju them që ju s'keni lidhje fare as me atë të cilën 2 orë duke u çfarë nuk kupton vajtja e ti tek ku? Tek tembulli që ai nga mesi deri në darkë nuk kalon temp për të lavdruar Spakun. Ju lutem qytetar, merrni YouTube-in, shikoni se qa lavazhi i ka bërë zoti Sokol Balla Spakut, ku arrestonte zoti Berisha, ku arrestonte zoti Meta, kur procedoheshin pothuajse avokat, me që është lajmi i fundit, më lejoj që ta ndërlidh me bisedën që avokati i zonës Balluku ka kërkuar më shumë prova që sipas tij justifikojnë argumentin që zonja Balluku mund të largohet, prandaj kërkojnë masë më të fortë autorizim për arrestin e saj. Pa ju ndërprej, u thash këtë që ta përfshini tek Dakord, se dhe unë atë do kërkoja, dakord kolegu, jam dakord me kolegun. Tani, pra është procedurë thua. Po është procedurë, patjetër, pse ç'a mendon tani? Ti mendon se unë do kënaqem të futet tjetër në burg apo të thë të shpik budalliqët e tjerëve që thënë kjo do arrestise, do iki, ka ikur nga Shqipëria tani? Të përfshi edhe diçka do përfshi. Ju bën përshtypje avokat se me që jemi te masat e sigurisë, për shembull, ndodh një ngjarje në Kosovë, fillimisht për çdo ngjarje, çato që të jetë vrasje, më the tash, atje kërkohet një masë paraprake 30 ditore. Pra 30 një herë, pastaj shohim e bëjmë, kurse këtu është automatikisht burg, automatikisht pafat.
Okej, tani vazhdoni aty ku e latë. Po sepse jemi në pjesën e asaj që themi vazhdimisht o i nderuar. Çfarë? Jemi mësuar në kohën e manualit, fut në burg, kalbi në burg, mbaro atje. Po shumë e thjesht kjo, është mentalitet. Pra gjykatësit tan janë në kohën e Enverit, le të jenë të ri me plepat 1, plepat 2, me Amerikë, me Kanada, me shkolla, me master, me doktoratur, janë diktator. Po se kuptoni se kur të shkoni të shikoni me sy, të shikoni diktatorët. Po flas kotun, po ai djali që e vrau atë gjyqtarin, nuk e vrau kot. Sepse ai djali në mendjen e tij e thoshte diktator gjyqtar. Po sa ai gjyqtar ka, po ashtu edhe ta marrin të miqen sipas reagimit atij djali që e vrau. Edhe kujdes se them djali, nuk e them gjë tjetër. Ju keni qenë kritik gjithmonë edhe kohëre, nuk keni ndryshuar linjë avokat. Pra, duhet të keni parasysh diçka. Të themi të vërtetën, siç është e vërteta. Zoti Balla, drejtori i televizionit ABC News, çfarë është, vazhdimisht ka bërë reklam dhe ka qenë lavazhieri më i mirë i Spakut. Këtë avokat mund ta themi sepse thjesht është pasyrim. Jeni provojeni me fakt konkret tek YouTube se si fton të njëjtit analist për të goditur vazhdimisht opozitën. Jo, avokat, këtë nuk është se mund ta themi. Merreni para tetorit të 2025 dhe shikoni se si nga republik prokurorësh duhet të bëjmë një republik parlamentare, ku ndërkohë nga 2022 në 2025 ishim republik prokurorësh që të kalbishin të gjithë opozitës në burg sipas drejtorit të ABC News. Shumë e thjesht kjo, nuk po shpif. Hapni YouTube-in, shikoni. Hapni Facebook-in e televizionit dhe shikoni se si nuk lejon të bën komente dhe ka vetëm like dhe shpërndarje. Është fakt konkret, nuk po shpif. Hapni, ta hapim këtu e u të treguar. Secili ka të drejtë. Të njëjtët analist, Fajin e Kasaliu, ndodhi ajo në Gramsh, Fajin e Kasaliu, ndodhi tubi në Vlorë, Fajin e Kasaliu, ndodhi çdo ngjarje që ndodh në Shqipëri, Fajin e Kasaliu, vitet në këtë vend. Fajin nuk e ka Edi Rama. E ka vetëm Saliu. Pra, e kupton ky që lavdronte prokurorët e Spakut? Tani unë uroj që ky për prokuror që i lavdronte nga mjesi deri në darkë, mirë, ta marrin ta bëjnë procedim penal bashkë me ish-gruan e vet. Po është kështu. Ne nuk dim gjë zyrtarisht sepse nuk dim, po pritet të them çfarë ndodhi. Ai mund të ketë qenë atje për arsye krejt tjera. Ky mund të ketë vajtur edhe për arsye sepse ka miq të Spakut dhe i takon. Po, se ka shumë lavazh që i ke bërë, mund të kesh edhe mik. Janë dakord me ty. Por unë e di që mikun e takon jashtë pune, nuk e takon në punë. Kështu di unë. Por ky është personi që i ka bërë asaj godine, jo vetëm lavazh, po i ka bërë asaj godine sikur ajo është zoti. Dhe dikush është të çuditshmja, që ai televizion po të njëjtat person dalin edhe flasin kundër opozitës. Megjithatë, avokat do të jap një përgjigje me fjalët që ju përdorni si argument për drejtësinë që shiko. Çado që ndodh, ne nuk është se kemi një vendim. Kto janë gjëra që nesër pas nesër edhe personat e tjerë që janë të akuzuar për momentin, mund shpallen pafajshëm. Kështu që prezumimi Jo, ore, nuk sa shumë ta marrësh me mas siguri e morë. Ta procedosh që të kuptoj çfarë do të thotë drejtësia e tij. Një sekond, unë nuk thash ta marrësh me mas siguri arrest në burg. Unë thash ta procedojnë penalisht në rast se ka dyshime për gruan e tij, për ish-gruan e tij. Është fakt konkret kjo. Pastaj ju e dini avokat që mund të dalë emri kot edhe tërthorazi në një dosje edhe Jo, po një sekond. Unë nuk po them që ai për mua prezumohet i fajshëm. Jo. Unë tjetër mendim kam, por drejtësia që ai ka besuar dhe i ka bërë lavazh nga mjesi deri në darkë që prokurorët janë të zot në këtë vend, nga ajo drejtësi ta marrë atë që ka thënë nga mjesi deri në darkë ai, se se kam thënë unë. Ai e ka thënë, ai ka bërë lavazh prokurorëve të Spakut, se kam bërë unë. Ai
I ka frymzuar që ata janë bota, janë ajri, janë deti, janë ardhmja, shko tani përballë aty se erdhi momenti. Mira, dhe Amerika e tha që ata janë heroj tanë, avokat tani. Një sekond, jo, prita një sekond tani. Unë kështu e interpretoj, pra, vajta aty, uroj që drejtësia jote që ti i ke bërë nga mjes dhe i dark lavazh, duke shkelur parime, dhe duke vërë pak të kundër parimeve, dhe duke ftuar atë njëjtët analist që kur arreston të Berisha dhe Meta të gjithë ishin aty të drejt, pra Spaku ka vepruar në mënyrë të drejt, si arrestohet Mërdhëndri i Berishës korrupsion pasiv kur nuk është subjekt i posaçëm. Doni me e ditë shumë vite më përpara prokurori Spaku, gjyqtarët të Spakut edhe gjykata e lartë, do të thosh gjykata europiane ore, ai në vetë apo bëni vetë ju që vendosni tjetër në burg sepse ju desh qefi juve. Edhe këta i bën analist ku bëjnë gabim prokurorët e Spakut. Ky ka qenë, që po them, Sokol Balla ka qenë. Ky që sot nejti 2 orë tek Spaku. Gjithsesi, avokat për qenë korrekt, ne nuk e dim as arsye pse ka qenë. Jo, nuk ka nevojë, atë është korrekt apo jo. Është diçka konkret, është në YouTube. Personi i ka bërë lavazh në çdo televizion që ka qenë, i ka bërë lavazh nga mjes deri në darkë Spakut dhe unë uroj që personat që i bën lavazh nga mjes deri në darkë Spakut tani erdhi momenti të provojnë çfarë do të thotë të flasësh për një Spak që i ka bërë gropën çdo njeriu në këtë vend dhe buxhetit të shtetit, mirë, duke na thënë këta që kur Spaku erdhi nga hëna, ndërkohë që ata të Spakut kanë qenë plepaxhit një. Mirë, dhe marrin të njëjtët analist që kur ishte Berisha në qeveri këta ishin në opozit, dhe kur është sot Berisha në opozit këta janë me qeverit, edhe bëjnë edhe kallëzuesit, edhe kallëzojnë, edhe bëjnë atje shpikin, vrasje, Saliu ka vra, Iliri ka vjedhur, ai tjetër ka bërë nami, ndërsa këta që kapën, po nga drejtësia e tyre, që pas kanë bërë hatan sipas drejtësisë së tyre, këta amnistohen nga ky që i fton vazhdimisht. Pra e kupton kush është e vërteta këtu në këtë vend. E vërteta është kjo që tallen me popullin dhe erdhi momenti që drejtësia e 74-s dhe 76 që vetë këta sot i kanë bërë lavazh, shkojnë edhe ta bëjnë lavazhin ashtu siç duhet, sipas drejtësisë së tyre. Dhe këtu mos më pyet mua për parime. Këtu mos më pyet mua për parime, sepse unë i them sipas drejtësisë së tyre. Kur të procedohet penalisht, hajde flasim bashkë. Por ama, nuk mundesh në zotëri si prokuror ta kesh dosje nga 2021 dhe në 2026 të ndodhën provat e reja aty. Do thot, o bëre një pakt, o bëre një presion, o ka dështuar një marrëveshje. Se gjë tjetër nuk ka në mes. Prandaj them edhe ky Sokol Balla që vajti, tani dua ta dëgjoj darke se si do jetë analiza e tij për Spaku. Drejtësia e reformuar, prokurorët duhet veprojnë 2022-2025, prokurorët janë ata, po bëjnë gabim ata oti, ma bë gabim, se kështu flet jetë, se ka qanë në shtëpis ai, bë gabim me prokurorët, ja, ku bëjnë gabim me prokurorët janë trajnuar nga Amerikanët janë, ndërkombëtarët janë, pa. Avokat, tani më thuaj të lutem. Ata analistë që fton vazhdimisht ai, e kupton. Dhe sapo more pandeu rish gruaja e tij, janë prokuror të shitur të Saliu, janë prokuror të Ilirit. Ndërkohë Saliu dhe Iliri ka të lashe dhe këta e thënë popullit që këta e pasën. Kupton tani? Pra e kuptoni në cilën situatë jemi realiteti? Që ky person mirë ka mbajtur një qendrim, një linjë të caktuar, por ky ja ka fut vetes tani po shikoj unë. Kjo është e vërteta. Dhe jo të rrinte 2 orë, po të rrinte 20 orë aty brenda ti binde që ju nuk jeni lavazhier. Kjo është e vërteta. Po kështu është Dilber, kështu është, mos ja bë gropën tjetrit. Se kështu ja bërën Ilirit gropën, Saliut gropën, Veliajt ja bërën gropën, Tahirit ja bërën gropën, Hametaj, dhe mani me që tituj për Hametaj në bëtë ky. Hametaj kështu, Hametaj ashtu, e kështu me radhë. Pra, e kupton, asnjëherë nuk vjen te fjalit e mia e koherente që thoya prezumimin e pafajësisë. Asnjëherë nuk thoshte që Spaku krijon statistika që të kënaqet opinionin publik. Pse unë nuk do kisha mundësi, Dilber një sekond them diçka. Unë nuk do kisha mundësi të pashtroja popullin, thoja, kam qenë qeveritar ndonjëherë? Jo. Kam qenë drejtor ndonjëherë? Jo.
Kam kandidu për deputet? Jo. A për antar këshilli? Jo. Kam bajt për shembull flamur të një partie të madhe të nuk e përvotuar. Kjo është partia jonë, për të bajnë pushtete? Jo. Unë e di çfarë mund të bëja më zotëri, duke mashtruar popullin nga mes deri në darkë. Spaku? Jo. E ardhmja, prosperiteti spaku. Qa? Spaku? Ti kalbi në burg, kanë vjedhur shqiptarët, do kënaqen nga mes deri në darkë. E kupton? Po si të mashtroj veten time, mor? Po si të mashtroj popullin, mor? Qa të bjen konflikt me koherencën, me realitetin, me të vërtetën? Si kënaqen këta të mashtrojnë qytetarët shqiptarë nga mes deri në darkë? Më mirë thua të vërtetën e dhimbshme, se sa nesër të fillosh të ndryshosh edhe të nga ty kur përgëzoj prokurorët e Spakut, dhe ma me që thoshte Rama, përgëzoj prokurorët e Spakut që ka bërë name këta. Dhe në Rama dhët, qa është kjo drejtësia këtu? Më falë, linë pyetja, orë ti e votove këtë drejtësi, se votova unë. Mua s'më pyetja askush për këtë drejtësi. Unë sot flasë për këtë drejtësi që ka dështuar hartën territoriale e drejtësisë. Të gjitha këto kanë dështuar. Kanë ikë për mostem në i fjalë, që populli përballet nga mes deri në darkë. Po unë kam reaguar me të vërtetën. Prandaj duhet të them që këta lavazhierët që bënin lavazh drejtësisë nuk kanë besuar në parime. Dhe unë çfarë i them? Në parimet tuaja që keni besuar, që janë me thënëza, mbi ato unë ju mbështes. Po parimet e mia e di unë i kam thënë që në fillim, nuk i ndryshoj. Megjithatë, avokat, do ta mbyllim këtë me dy fjali që ju i thoni gjithmonë edhe në çdo bisedë, para që masat e Spakut shumë të forta, me këtë bie dakord të gjithë, sidomos të burgut, gjithë burg. Edhe e dyta, prezumimi i pafajësisë. Tani avokat, më lejo të them çfarë do ndodh në gjykimin tuaj, pra t'ju pyes, sepse edhe avokati që ngriti çështjen që ta mbjetni prova, se ju mendoni që do haratiset. E para dhe e dyta, këto insinuatat edhe nga opozita për një largim të mundshëm. Si do mbyllet i gjitha kjo, avokat? Shiko, avokati për mendimin tim, se unë nuk jam nga ata avokat të cilët ignoroj apo dua të komentoj dhe të ul kolegun, siç bëjnë avokatë të tjerë të cilët janë të turpshëm, që flasin për anën profesionale të avokatit në studiot të tjera. Me kolegët, ju edhe mua më mirë kuptoni që duhet jemi korrekt, edhe të... Po, dhe unë dua të them vetëm këtë gjë, kolegu për mbrojtjen e zonjës Balluku ka vepruar shumë mirë, ka kërkuar diçka konkrete, çfarë do të thotë? Kur nuk jemi në kushtet e flagrancës, prokuroria duhet të çojë tek gjykata, po në rastin konkret është parlamenti, por edhe tek parlamenti, disa prova që faktojnë që personi ka tentuar të ratiset. Sepse, kur nuk kemi të bëjmë me kushtet e flagrancës, duhet të kesh një provë konkrete që personi ka tentuar të ratiset. Nuk ka. Te zonja Balluku nuk ke. Tek zoti Meta nuk ke. Tek zoti Berisha nuk ke. As te zoti Beqaj nuk ke. Mirë. Pra, avokati me të drejtë e kërkoj këtë gjë. Tani, unë po të isha antar komision dhe të thoj avokatit, po jam dakord me ty, Spak, më sill të lutem, qa veprime aktive ka bë personi, e ke përgjuar, po, mi sill mua, dikush do thot, nga këta lavazhjerët si pas interesit, do thot të gjë, shiko do thot, kush e ti të kërkosh prokurorit, ti nuk je gjukat, ti je kuvend, jo, por, pse kalon ti nga parlamenti? Sepse ti thua që këte personin po e ndjekin politikisht apo penalisht. Dikush që kënaqet duke mashtruar popullin thot penalisht. Unë jam dakord dhe them edhe politikisht dhe penalisht. Por ti zotëri, derisa nuk të ka bërë ndonjë largim nga hetimi, të ka ardhur aty, është paraqitur, ti s'ke pse ta marrësh ti fuzosh arrest në burg apo arrest në shtëpi. Se s'ka kuptim. Nuk ka kuptim, zotëri. Pse ti do ta fushësh në burg atë kur nuk është arratisur? Pse duhet ta bësh këtë gjë? Pra, ti duhet të thuash në pak fjalë që ky person ka tentuar të arratiset, ky person
ka vepruar duke prishur provat, ky person do të kryejë një vepër penale të tillë. Pra e s'paku nuk kënaqet tani avokat sepse masa e pezullimit që vendosi kushtetuesi janë mbetin fuqi, pra mundet ta mbyllë në këtë masë të vazhdimit. Për mendimin tim, SPAK-u mund të jetë i kënaqur, por e vërteta është që vetë politika shqiptare krijoi këtë problem, se vetë kanë votuar ligjet dhe vetë i kanë bërë si fytyra e tyre. Por puna është kjo. Mënyra se si SPAK-u kërkon të bëjë këtë aplikim është ekstreme. Prandaj kolegu me të vërtet kërkoi diçka të logjikshme dhe unë uroj që të jepet kohë dhe të paraqiten dhe provat të tjera, sepse një, vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është i zbardhur. Dy, unë abitem se kolegu nuk ka kërkuar, thjesht për ndihmës publike kjo, të presim edhe shprehet gjykata e lartë, që është gjykata e ligjit, mbi pezullimin e personit, pra të individit nga funksioni publik. Pra, atëherë i biçit skatojnë afatet procedurale. Po le të skadojnë edhe të vi përsëri prokuroria të kërkojë, derisa nuk është zëvendës ministre, nuk është shumë ministre dhe zëvendës. Po, për faktin që ajo është e pezulluar gjatë për momentin. Po ajo është e pezulluar, ajo s'mund të bëhet një veprim administrativ, sepse ajo është e pezulluar, nuk ka fuqi automatikisht ka fuqi vendimi i pezullimit. Le të thotë edhe me shpallë apo pa shpallë këto gjëra. Por e vërteta është kjo, që zonja Balluku duhet të ketë një fakt konkret që të ketë treguar arratisjen. Pra të jetë arratisur, pra të thojnë zonja Balluku, mund t'i thotë tani dikush në SPAK-u, zonja Balluku me datën kaq ora kaq të paraqiteni përpara prokurorisë të posaçme. Pra avokat ne bijem dakord që masa është ekstreme për burg. Po është shumë ekstreme, edhe për burg edhe për arrest në shtëpi. E kam thënë vazhdimisht edhe nuk jam si ata të cilët kënaqen, thonë filmat horror, iku arratis mori helikopterin dhe e hoqi nga Shqipëria. Avokat, më thoni edhe diçka ju lutem për ta mbyllur bisedën. Rama kthimi nga Amerika, e shikoni si revansh, edhe si tërheqje, SPAK-u tani kthehet në mbrojtje, apo nuk ndryshon gjë nga ajo që pam atje se? Nuk është pak bordi paq, manualin e qartë për Ballkanin Perëndimor, përfshi dhe Shqipërinë. Zoti Rama dhe Zoti Trump janë dy persona të cilët qëndrojnë dhe mund të ikin nga politika në çdo moment. Shqipëria dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojnë në çdo kohë. Që do të thotë, Zoti Rama nuk ka vendosur në manualin e tij politik dy shtete që janë në Bashkimin Evropian, Gjermaninë dhe Francën. Dalin të biseda që ju keni folur për skenarin për ambasadën. Prandaj dua t'ju them që do të shikoni në një moment të caktuar, jo tani pak më vonë, se si disa individ do fillojnë edhe të thojnë për Bashkimin Evropian që ka probleme të brendshme, nuk ka qëndrueshmëri, koherencë, ndërkohë këta janë të qëndrueshëm me koherencë të maksimale, punë tjetër kjo, dhe do të fillojnë të lançojnë kundër disa individëve dhe funksionin në Bashkimin Evropian dhe jo vetëm, por edhe në Tiranë. Pra, unë ju them juve që shikoni se çfarë do bëhet nga Marsi në vazhdim. Aty do jetë AENG. Kur thoya unë Bashkimi Sovjetik, Bashkimi Evropian, do thuash avokat, pse Bashkimi Evropian është Bashkim Sovjetik dhe pse nuk është Bashkim Evropian? Avokat, po në Mars tani na përkonde me ultimatumin në 10 ditë, me skadimin e atë. Ju lutem, zonja Mogherini, çka ka qenë në Shqipëri? Po tani shefe politikës jashtme, rektore e Universitetit Bryzhit, të dy janë mbaj mend. Dhe bëri bashkë me Veliajin e bëri atë kolegjin Tiranë. Njëri në burgun e Durrësit, tjetra në Belgjik apo në Itali duke bërë turistën. Pra, avokat, edhe njerë, duhet keni parasysh diçka. Shtetet nuk janë si puna jonë. Pra që partia, fokusi, populli pas partisë. Shtetet kanë respekt për institucionet e tyre. Pra, edhe populli ka respekt për institucionet, pavarësisht se mund të mos gjejë drejtat. Pra, dikur një Gjerman në një seminar që na ka bërë,
për avokatët në Tiranë, tha diçka të bukur, po nuk është për Shqipërinë, por është për vendet e tjera. Tha, në rast se ju, si avokat, thoni fjalë të këqija për drejtësinë, unë do t'i them se as e luan topi, se është e vërtet, po kjo do vullnet politik. Populli ju beson, pse? Sepse jeni avokat dhe shkoni atje. Dhe përballeni me të vërtetën dhe ai thotë, po është e vërtet. Por ka diçka më të keqe se ju avokat që mund ta thoni. Kur vet politika në kohë të caktuara përgëzon drejtësi dhe në kohë të caktuara anatemon drejtësinë. Pra faji është i politikës. Pra jo politikës në tërësi, politikës normuese që imponon zbatimin e ligjit që është qeveria. Pra tha, kur ti ke një kryeministër që degeneron drejtësi nga mjesi deri në darkë, ose kur ke një drejtësi që ai e përgëzon nga mjesi deri në darkë, do thotë që populli do besoj kryeministrin. Do thotë ça? Kur kryeministri thotë që drejtësia nuk funksionon, ça drejtësi është kjo? Pra edhe ju po ju them që këto gjëra që bën në komisionin parlamentar, që kërkohen akoma prova, kjo treguar si qartë që edhe vetë kuvendi, nëpërmjet edhe përfaqësuesit të pandeurës, ka dyshime ndaj veprimtarisë së prokurorit të SPAK-ut. Po kjo çfarë tregon? Tregon që kryeministri ka vendosur këtë dyshim. Pse? 2022-2025 bravo SPAK-u. 2025 tetore dhe në vazhdim 2026 SPAK-u që ka organ që duhet të hetojë, po nuk mund të marrë çdo masë ekstreme. Prandaj ju them që ne duhet të shikojmë se si do të reagojnë dhe institucionet dhe ambasadat e huaja që të kuptojmë qartë se çfarë po ndodh në këtë vend. Në pritje të reagimeve, avokatun të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.